Kësa here po lajmërohemi nga sheshi kryesor i Mitrovicës së Jugut, ku pra ndonë se është matmeshi qytetarët kanë dalë për ta shfrytzuar të drejtën e tyre, pra shihet numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët kanë dalë për të votuar. Vlen ta theksojmë se edhe tek shkolla Migjeni në Mitrovicë të Jugut, pra tek qendra kryesore e votimit këtu në këtë komunë, ndonë se kishte filluar votimi në orën 7 dhe kishin kaluar vetëm 15 minuta, numri i qytetarëve ishte i dukshëm, pra kishte interesim. Në shikollë të Mitrovicës së Jugut, në shkollën Fazli Krejqepci, neve nuk na u lejua të marrim pamje brenda një klase, pra nuk na u lejua nga menaxherja e asaj qendreje, derisa njëjta u konsultua me kryetarin e KKZ-s dhe na u lejua një gjë e tillë. Kujtojmë se a ishte era e parë që zonja merr pjesë në vëzhgim të zgjedhjeve? Me gjas po, mes nuk na u lejua një gjë e tillë, u duk që nuk e ka kuptuar se si shkon procesi i votimit, po. Ska pas eksperiencë, do tjetër herë tjetër më marr. Po. Me që jemi tek kjo shkollë, pra theksojmë se kur ka përfunduar raundi i parë i zgjedhjeve, në shikollë të Mitrovicës tek shkolla Fazli Krejqepci, pas përfundimit Prokuroria e Mitrovicës kishte filluar të mbledhë informata lidhur me pretendimet se në këtë shkollë pra ka pas keq përdorim të votës. Tani pas 20 minuta shpriten të votojnë 2 kandidatët për kryetar të kësaj komune, Arjan Tahiri nga PDK dhe Faton Peci nga Lëvizja dhe Vendosje, dhe qytetarët do të kenë mundësi të zgjedhin njërin nga të dy për të qeverisur 4 vitet e ardhshme.